Habit mjeku. Hani me një herë nga këto ushqime, ulin tensionin e lartë të gjakut. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga shkaqet kryesore që rrit riskun e goditjeve në tru dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse dëshironi të zvogëloni rreziqet për të goditur në tru dhe të mbani presionin e gjakut në nivele të shëndetshme, atëherë bëni ndryshime të vogla në menun tuaj ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve, këto janë ushqimet më të mira të cilat fare lehtë mund t'i përfshini në rutinën tuaj ditore të ushqyerjes dhe të mbajnë nën kontroll edhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj. Fokusohuni më shumë tek dieta mesdhetare. Dieta mesdhetare është më e pasura dhe më e njohura dhe kjo për shumë arsye të ndryshme. E pasur me ushqyes të shëndetshëm dhe mbushur pjatën tuaj me shije. Kjo do të ndikojë drejt për së drejti në mbajtjen larg të problemeve të shëndetit dhe zvogëlimit të problemeve të hipertensionit. Vendosni drithra, fruta, gjithashtu perime me shumë ngjyra dhe peshku në menun tuaj ditore, për të përmirësuar kështu shëndetin dhe për të mbajtur larg problemet e hipertensionit. Drithrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga shqetësimet e hipertensionit. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll problemet e hipertensionit të lartë, atëherë drithrat mund të jenë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në dietën tuaj, çka do të ndikojë në mbajtjen nën kontroll të problemeve të hipertensionit. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe krundet, tërshërën, orizin, kaf, bukën me grur integral, që ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajtjen e një presioni të gjakut në nivele më të shëndetshme. Në rast se vuani nga hipertensioni në dietën tuaj, gjithashtu mund të shtoni edhe frutat e ndryshme. Frutat janë të pasura me nivele të larta të fibrave dhe antioksidantëve, çka do të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e reduktimit të inflamacioneve dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj kardiovaskular, duke ju ndihmuar të menaxhoni më mirë këto komplikacione dhe të mbani tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme. Edhe perimet janë një ndihmë shumë e çmuar në rastin tuaj, çka do ju ndihmojë në dukshëm në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra, që mbështesin kështu shëndetin kardiovaskular dhe ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Karrota, brokoli, lakra e të tjera ndihmojnë më mirë për një zemër më të shëndetshme dhe për të balancuar gjithashtu edhe tensionin e lartë të gjakut. Sigurohuni të konsumoni produktet e duhura për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj. Ushqyerja me proteinat e nevojshme mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe në rastin e hipertensionit. Proteinat janë lëndë ushqyese që ju mbajnë të ngopura për më gjatë, çka do ju ndihmojë dukshëm në menaxhimin e niveleve të hipertensionit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Tensioni i lartë i gjakut duhet të menaxhohet si duhet dhe duhet të shtoni gjithashtu në dietën tuaj produktet e duhura, çka vetëm në këtë mënyrë do të arrini ta mbani atë nën kontroll dhe gjithashtu të evitoni komplikacionet që i kanosin shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që, përveç ushqimeve që shtoni, ka edhe ushqime të cilat duhet t'i evitoni menjëherë nga dieta juaj, sepse do të ndikojnë negativisht në cilësinë e shëndetit tuaj dhe krijimin e problemeve të hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut mund të shkatërrojë shëndetin tuaj të zemrës dhe gjithashtu të ndikojë në shëndetin e veshkave dhe të krijojë komplikacione të tjera në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu rezistencën e dobët të tij. Nëse jeni një person që vazhdimisht të vuani nga hipertensioni, kujdesuni më mirë për dietën tuaj ushqyese. Tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të rënda në gjymtyr, në zemër dhe në të gjithë organet tuaja jetike. Tensioni i lartë i gjakut trajtohet gjithmonë me medikamente që ka përshkruar mjeku juaj, por nuk duhet ta lini vetëm në dorën e medikamenteve të gjithë shëndetin tuaj, por duhet të bëni edhe hapat vendimtar të reduktoni njësër ushqyesish ose t'i zvendosoni ato me produktet e duhura, çka do ju ndihmojë dukshëm në menaxhimin e këtyre shqetësimeve dhe krijimin e një diete të balancuar kundër problemeve të hipertensionit.
Nëse doni që të shmangni rritjen e tensionit të lartë të gjakut, atëherë duhet të jeni të shtrënguar me sasinë e kripës që keni vazhdimisht në dietën tuaj, të kryeni më shumë aktivitete të caktuara fizike, të ruani gjithashtu një formë më të mirë trupore, të mbështeteni drejt një ushqyerje më të detajuar me produkte natyrale dhe gjithashtu nga dieta juaj të evitoni edhe ato ushqime që shkaktojnë një rritje të papritur të niveleve të tensionit në trup. Por cilat janë vlerat ideale të një tensioni të gjakut? Ekspertët thonë se tensioni matet në dy shifra. Shifra e parë tregon tensionin sistolik të gjakut dhe pikën më të lartë të presionit ndaj zemrës. Shifra e dytë tregon tensionin diastolik të gjakut dhe pikën më të ulët të presionit kur zemra qetësohet mes çdo rrahje. Në këtë mënyrë, hapësirat e zemrës mbushen me gjak dhe ushqehen me oksigjen. Në rastet se tensioni i lartë mund të ndikojë në shëndetin tuaj, tregoni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Ekspertët e Healthline kanë renditur ushqimet që ndikojnë negativisht në çështjet e hipertensionit dhe ato ushqime të cilat duhet i reduktoni me patjetër nga dieta juaj, sepse mund të shkaktojnë një rritje të papritur të niveleve të tij dhe të krijojnë gjithashtu edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni dhe gjithashtu keni predispozita të prekeni nga komplikacione të rënda, atëherë nga dieta juaj reduktoni konsumin e këtyre ushqimeve. Mishi i kuq mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj kundër problemeve të hipertensionit. Mishi i kuq është i shijshëm, por përmban nivele shumë të larta të kolesterolit që dëmtojnë kështu shëndetin tuaj të zemrës dhe ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes suaj. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gram mishi i gatuar përmban rreth 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin, gjithashtu dhe proshutën. Tregoni të kujdesshëm me shtimin e këtyre ushqimeve në dietën tuaj, pasi do të rrisin në mënyrë të papritur nivelet e hipertensionit. Picat e ngrira gjithashtu janë një tjetër faktor ndikues në krijimin e komplikacioneve në nivelet e paqëndrueshme të tensionit. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i picës përmban rreth 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca të tjera për ruajtjen e ushqimit që të mos prishet për një kohë të gjatë, duke ndikuar kështu edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se ushqyerja e duhur është çelësi kryesor në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe ballafaqimin me këto gjendje ndikuese mjaft të këqija. Salcet e paketuara të domates mund të ndikojnë në gjendjen tuaj dhe të krijojnë gjithashtu përkeqësime në nivelet e hipertensionit. Salcat e domateve në paketime qelçi ose metalike mund të përmbajnë nivele të larta të natriumit, krip pra shtesë që i mbajnë ato të mos prishen për një kohë të gjatë. Por konsumi i tyre në kombinim gjithashtu edhe me përmbajtje të lartë të yndyrës mund të krijojë probleme me hipertensionin dhe të shkaktojë një rritje të papritur në nivele të paqëndrueshme të tij. Turshitë e gatshme, të cilat i bleni në market, mund të jenë të dëmshme për presionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave, një filxhan me lakra turshi jo të përgatitura vet mund të përmbajë afërsisht rreth 1000 mg krip. Turshit, përveç lakrës, si domatet ose kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi do të përmbajë 1251 mg sodium. Njerëzit të cilët do vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet i konsumojnë këto turshi. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të përgatitura vet në kushte shtëpie. Pirja e alkoolit gjithashtu mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, por nëse tepëroni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mund të ndryjë kundër medikamenteve të tensionit dhe të ulë efikasitetin e tyre. Nëse jeni një person që vuan nga hipertensioni i lartë, atëherë konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të ushqyesve, për të patur një menaxhim më të mirë të situatës dhe për të evituar gjithashtu ndikimet negative të tyre në organizëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.